Qendra Kulturore e Fëmijëve Bajram Tushi në Vlorë ka nisur vitin 2026 me një program të ngjeshur sa i takon aktiviteteve kulturore të fëmijëve. Drejtoria e kësaj qendre, Albana Çuro, përmend disa nga aktivitetet kryesore, të cilat do të zhvillohen në 3 mujorin në vazhdim. Aktivitete këto, që sipas Çuros përfshin grup moshat nga 7-15 vjeç, të fokusuara në art, sport, por dhe në sektorin shkencor. Drejtoria Çuro thotë se këto aktivitete janë shumë të rëndësishme pasi i shtyjnë të rinjt në rrugën drejt artit, sportit dhe shkencës. Me një përshëndetje për ju, faleminderit që jeni gjithmonë të pranishëm në të gjitha eventet, aktivitetet, në planet tona vjetore. Do doja të përmendja që këtë fillim viti ne kemi nisur me risi, aktivitetet për muajin shkurt, po vazhdojmë me muajin shkurt. Kemi revistën e parë digjitale, është një aktivitet promovues që do të bëhet për herë të parë në Qendrën Kulturore të Fëmijëve dhe kemi shtrirë dhe pak më gjerë me pjesëmarrjen e disa shkollave nëntëvjeçare të qytetit. Javën e dytë të shkurtit kemi një aktivitet pasdite muzikore me tingujt e violinës dhe filharmonikës sime, që është aktivitet i nxënësve të Qendrës Kulturore të Fëmijëve në bashkëpunim me KOD. Vazhdojmë me muajin mars. Muaji mars fillojmë përgatitjet për festivalin e 36 të këngës për fëmijë, një festival që i ka munguar qytetit tonë prej 11 vitesh. Dhe shpresojmë që ky festival t'i kthehet qytetit të Vlorës, t'i kthehet fëmijëve të Vlorës në bashkëpunim me kompozitorët, me poetët, të sillin një gjë që i ka munguar Vlorës. Përgjatë nisjes së sezonit veror, por dhe në verë, Qendra Kulturore e Fëmijëve Bajram Tushi do të lançojë dhe të tjera aktivitete me përfshirjen e grup moshave të ndryshme, gjithmonë referuar artit, sportit dhe shkencës. Aktivitetet do të përfshin nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të qytetit të Vlorës.